Për kryetarin në detyrë të gjykatës administrative të apelit, Ardian Dvorani, politika e ndjekur nga presidenti amerikan, Donald Trump, është një nga shkaqet e rritjes së ndjeshme të stokut të dosjeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë vitit kaluar, stoku i dosjeve që presin të shqyrtohen në gjykatën e apelit administrativ ka arritur në nivelin më të lartë që prej nisjes së zbatimit të reformës në drejtësi. Sipas raportit të publikuar në 2 prill 2026, numri i çështjeve të mbartura në vitin 2025 ka arritur në 23.862 të tilla, ose rreth 800 më shumë se stoku i një viti më parë. Në raportin e miratuar nga Ardian Dvorani, renditen 3 shkaqe kryesore: vonesat për shkak të pandemisë COVID-19, vakancat për shkak të largimit të gjyqtarëve gjatë vettingut dhe ngadalësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për plotësimin e organikës. Nga qershor 2024 deri në shkurt 2025, pranë gjykatës u atashuan disa nënpunës civil gjyqësor për inventarizimin e dosjeve, proces që synonte uljen e stokut. Por ky projekt, i financuar nga USAID, nuk zgjati shumë. Në janar të vitit 2025, në krye të Shtëpisë së Bardhë u vendos Donald Trump. Një ndër masat e para që ndërmori Trump ishte ndërprerja dhe bllokimi i projekteve të financuara nga USAID. Kjo politik ndërpreu fondet edhe për projektin në gjykatat shqiptare. Për shkak të ndërprerjes së mbështetjes me nënpunës për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura, ky proces është pezulluar, shka ka sjell ngadalësimin dhe ndalimin e procesit për inventarizimin të mëtejshëm të çështjeve gjyqësore dhe klasifikimin e tyre. Sipas Dvoranit, procedura e inventarizimit dhe uljes së stokut u ndërpre përfundimisht, pasi burimet njërsore të vetë gjykatës janë të pamjaftueshme. Ardian Dvorani më herët ka qenë gjyqtar dhe kryetar në detyrë i gjykatës së lartë. Në shkurt të vitit 2021, ai ishte pjesë e 12 individëve që morën vlerësimin Kampion Antikorrupsion nga Departamenti Amerikan i Shtetit.